Mirëmbrëma, zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve në ekranin e kanalit 7, ku ndër të tjera do të ndiqni. Kosova bën një hap të rëndësishëm, lejon përdorimin e dokumenteve të identifikimit të Serbisë. Brukseli përshëndet vendimin, moment i ri për dialogun. Festohet dita e verës, mijëra njerëz dynden në Elbasan për të shijuar atmosferën dhe gatimet tradicionale, 10 aktivitete edhe në rrugët dhe sheshet e Tiranës. Administrata doganore dhe ajo tatimore nisin kontrollet në pikat e karburanteve. Në disa subjekte konstatojnë shkelje dhe vendosen masa ndëshkimore. Papunësia tek të rinjt mbetet në nivele të larta. Shifrat zyrtare tregojnë mospërputhjen mes diplomave të universitetit dhe nevojave që ka tregu. Vjojmë gjërësisht me lajmet. Kosova ka bërë një hap të rëndësishëm drejt rikthimit të dialogut me Serbinë. Kryeministri Albin Kurti bëri të ditur pas takimit me të dërguarin e Bashkimit Evropian se do të lejohet përdorimi i dokumenteve të identifikimit të lëshuara nga Beogradi. Qeveria Kurti u pajtua pas një takimi këtë të shtunë me të dërguarin e BE-s për dialogun Sorensen, që pjesëtarët e komunitetit serb pa dokumente kosovare të kenë mundësi të marrin leje të përkohshme qëndrimi prej 12 muajsh, si dhe të kenë përkohësisht si mjet identifikimi letër njoftime të lëshuara nga autoritetet serbe. Në këtë kontekst e konsideruam si prioritet kyç që qeveria e Kosovës të sigurojë leje qëndrimi për punëtorët dhe studentët e përfshirë për një periudhë fillestare prej 12 muajsh me qëllim parandalimin e çdo ndërprerjeje të shërbimeve shëndetësore dhe arsimore. Për të siguruar mos ndërprerjen e shërbimeve, i kërkuam Kosovës të lejojë përdorimin e letër njoftimeve të lëshuara jo më vonë se 15 marsi 2026 nga Serbia për ata që jetojnë në Kosovë, si mjet identifikimi për proceset administrative. Nuk është interesi Republikës Kosovës që zbatimi i ligjit për të huajt dhe ati për veturat të prodhoj pengesa në ofrimin e shërbimeve bazike për qytetarët. Por po ashtu dua të theksoj fuqishëm që njësoj është qëndrimi i Republikës Kosovës, që në Kosovë nuk duhet dhe nuk mund të ketë mekanizma ilegal të cilët mirëmbahen e financohen nga një shtet jo miqësor e që nuk e njeh Republikën e Kosovës. Në këtë drejtim, qeveria e Republikës Kosovës ka nënvizuar rëndësinë e inkorporimit të plot të sistemit të edukimit dhe atij shëndetësor në komunat me shumicë serbe brenda kornizës ligjore të Republikës së Kosovës. Vitet e fundit, Kosova dhe Serbia kanë zhvilluar një sër raundesh të dialogut në nivel kryenegociatorësh, por takime të nivelit të lartë politik nuk ka pasur që nga shtatori i vitit 2023. Në atë kohë, raundi i fundit i dialogut në nivel të lartë u zhvillua pak ditë para sulmit armatosur në Banjsk të Zveçanit, kur një grup i serbëve vran një policë të Kosovës. Prishtina fajson Beogradin për këtë sulm, por Serbia mohon se ka gisht në të. Krijimi i lehtësive për komunitetin serb nga qeveria e Kosovës është përshëndetur nga shefja e politikës së jashtme të Unionit Kaja Kallas. Zyrtaria e lartë e Brukselit ka theksuar se ligji për të huajt dhe marrëveshja për regjistrimin civil shënojnë një pikë kthese për Kosovën. Përfaqësuesja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Kaja Kallas, ka deklaruar sot se është e gatshme ta ndërmjetësojë një takim të nivelit të lartë mes Kosovës e Serbisë, pasi autoritetet kosovare mundësuan lehtësira të përkohshme për komunitetin serb në ligjin për të huajt. Marrëveshja e sotme për regjistrimin civil dhe ligjin për të huajt shënon një hap të rëndësishëm përpara në dobi të gjithë njerëzve në Kosovë. Është thelbësore të sigurohet vazhdimësia në ofrimin e shërbimeve publike. Faleminderit të gjithëve që u angazhuan në mënyrë konstruktive për ta bërë këtë të mundur. Duke ecur përpara, zbatimi i marrëveshjeve të kaluara mbetet jetik. Ky progres krijon një moment të ri për dialogun Beograd-Prishtinë dhe unë jam gati të organizoj një takim të nivelit të lartë së shpejti. Kosova synon të shkrijë institucionet paralele serbe të shëndetësisë dhe arsimit në sistemin e vet përfundimisht përmes këtij ligji që do të fillojë të zbatohet plotësisht nga e diela. Vendimi i qeverisë së Kosovës për të njohur letër njoftime të shtetasve serb është përshëndetur nga kryeministri Edi Rama. Me anë të një postimi në rrjetin social X, kreu i qeverisë shpreh se Bashkimi Evropian tashmë duhet të tregojë të njëjtin guxim dhe të heqë masat ndëshkuese si dhe të ecë përpara me aplikimin e Kosovës për anëtarësimin. Sipas Ramës, një Ballkan perëndimor plotësisht brenda Bashkimit Evropian nuk është bamirësi, është fitoria strategjike e vetë Evropës.
Vendimi i qeverisë Kosovës erdhi pasi një pjesë e serbëve në veri të vendit nuk janë pajisur me letrat kosovare sipas përcaktimit në ligjin për të huajt dhe atë për automjetet që nisin zbatimin të dielën e 15 marsit. Elbasani ka qenë zgjedhja kryesore këtë të shtunë për mira njerëz nga zona të ndryshme të vendit që kanë festuar ditën e verës. I madh ka qenë edhe numri atyre që janë kthyer enkas nga emigracioni. Atmosfera festive është ndjer jo vetëm në qendër të qytetit, por në çdo lagje të tij. Në ritmin e muzikës, ngjyrave dhe atmosferës festive, dita e verës trokiti më hareshëm në sheshin kryesor të qytetit e Elbasanit, ku zhvilluan shumë aktivitete. Vendasit janë bërë bashkë me qytetarë nga e gjithë Shqipëria për të shijuar ushqimet tradicionale dhe ëmbëlsirën e ballokumës që është simboli kësaj feste dhe për të vendosur veroret me petë të bardhë të kuq. Gëzuar ditën e verës të gjithë shqiptarëve. Ditë e verës gjithmonë në Elbasan bëhet për bukuri shumë. Sidomos fëmijët i japin më shumë bukuri kësaj feste. Ju uroj të gjithë fëmijëve gëzuar ditën e verës dhe një verë të mbarë. Juve sa keni ruajtur 3 dita? Shumë i kemi ruajtur dhe i kam shumë respekt për qytetin që kam. Ne kemi ardhur në Greqi për ditën e verës, erdhëm dje, edhe shumë bukur, edhe dje kishte shumë këngëtar, shumë bukur. Vim vetëm për festë që keni për çdo vit e vira. Ju uroj të gjithëve të keni një ditë të bukur. Në kryeqendrën e festës pagane, rrënjët e së cilës datojnë shekuj më parë, kremtimi ka nisur që në mbrëmjen e 13 marsit. Gjatë natës u ndes zjarri i madh dhe u çel panairi i ballokumeve. Festimet vijuan me parakalimin e grupeve folklorike nga të gjitha trevat e vendit. 14 marsi lajmëron se pranvera ka ardhur. Është një ditë që kremton më natyrë, bukuritë e saj, pjellorinë dhe fillimin e një cikli të ri të jetës, të gjitha këto rite që kanë origjinën në paganizëm. Festimet për ditën e verës kanë pushtuar edhe kryeqytetin. Bashkia e Tiranës ka organizuar 10 aktivitete për të gjitha moshat, nga koncertet e deri tek panairet me gatime tradicionale. Një fest ngjyrash dhe tinguish ka pushtuar Tiranën këtë të shtunë. Dita e verës, fest me origjinë pagane që i kushtohet ringjalljes së natyrës pas dimrit, ka mbushur rrugët dhe sheshet e kryeqytetit me qindra të rinj dhe të moshuar që janë bashkuar për të festuar për një jetë me ngjyra dhe me shpresë. Aktivitetet kanë nisur që prej mëngjesit, ku spektatorët e parë ishin fëmijët, të cilët shijuan programin me animator dhe lojra argëtuese për ta në parkun Rinia. Ballokumja jo vetëm si ëmbëlsirë, por edhe si një instalacion artistik i vendosur në bulevard, tërhoqi njerëzit për të shkrepur fotografinë në kujtim të ditës së verës, ndërsa në panairin lule të bukura ka Tirana shpalosen instalacione artistike të krijuara me lule natyrale. Që prej mesditës, zona ish bllokut është shndërruar në skemë për një street party, duke krijuar një atmosferë dinamike urbane për të gjitha shijet në kryeqytet. Tingujt e muzikës do të vijojnë deri në mesnatë. Për ata që e duan sportin, volejbolli, tenisi, futbolli apo edhe ping-pongu, luhen në ritmet e muzikës që përcjellin artistët nga koncerti festiv në zonën mes piramidës dhe kryeministrisë. Dita e verës, që qëllim ka të përshëndes natyrën dhe shpresën, është shoqëruar edhe me masa të veçanta sigurie dhe kufizime të qarkullimit të automjeteve. Dogana dhe tatimet kanë zbarkuar në terren për të kontrolluar pikat e karburanteve. Disa subjekte janë gjetur në shkelje dhe janë ndëshkuar me gjop. Kontrollet vijnë pak ditë pasi qeveria njoftoi se do të ndërhyjë në tregun e karburanteve. Fill pas vendimit të qeverisë, administrata doganore dhe administrata tatimore ka nisur kontrollet në tregun e hidrokarbureve. Aksioni i parë nisi në qytetin e Elbasanit, në 2 subjekte karburanti, ku identifikuan shkelje të rënda të legjislacionit në fuqi. Me anë të një njoftimi në rrjetet sociale, dogana shqiptare theksoi se kontrollet do të vijojnë në të gjithë vendin, me qëllim luftën kundër informalitetit, monitorimin e çmimeve dhe garantimin e konkurrencës së ndershme në treg. Më herët kryeministri Edi Rama lajmëroi se për shkak të rritjes së çmimit të naftës, krijuar nga situata në lindjen e mesme, forca e shtetit do të hyjë dhe në tregun e naftës për të lehtësuar marrëveshjet me kompanitë shpërndarëse.
Gjithashtu, do të monitorohet tregu dhe në rast të rritjeve të çmimeve në shifra abuzive, do të ngrihet dhe bordi i transparencës. Protestat e banorëve të Rjollit dhe përplasjet e forta me policinë nuk janë dalur as këtë të shtunë. Ata kanë kundërshtuar sërish punimet që po kryen për ndërtimin e resortit turistik në zonën e Bregdetit të Velipojës. Banorët e Rjollit kanë bërë thirrje që t'jepet fund padrejtësive, pasi sipas tyre po u grabiten pronat që i kanë me dokumente. Pas përplasjeve me forcat e policisë, disa prej banorëve janë shoqëruar në ambientet e komisariatit. Numri i të rinjve të papunë rezulton të ketë pësuar rritje. Ajo që vjet re nga të dhënat zyrtare është mospërputhja mes diplomave universitare dhe tregut të punës. Jo se janë dembel, por shumë të rinj kanë të vështirë kapërcimin nga universiteti drejt tregut të punës. Sipas të dhënave nga Instituti i Statistikave, 14.2% të rinjve në Shqipëri ishin të papunë në 3 muaj në fundit të vitit, nga 12.8% që ishte gjatë sezonit veror. Vazhdon të jetë e lartë papunësia tek të rinjt dhe kjo përfshin një sër faktorësh, ndër të cilët mund të themi ai kalimi nga universiteti drejt tregut të punës për shumë të rinj dhe sidomos për një pjesë të madhe të atyre të cilët mund të jenë përtej ndoshta kryeqytetit, por në rajonet e tjera të Shqipërisë është shumë i vështirë. Mundësitë janë të limituara. Përpos kësaj vjen dhe efekti mos deklarimit të pagës për shumë të rinj që punojnë. Sipas të dhënave nga Inspektorati Shtetëror i Punës, nga rreth 10.000 subjekte të inspektuara private dhe shtetërore janë evidentuar 2.600 punonjës informal. Të rinj të cilët detyrohen të punojnë të padeklaruar në shumë biznese për shkak të pamundësisë së këtyre apo dëshirës së këtyre bizneseve për të mos i deklaruar në një formë të këtillë e cila është në kundërshtim me ligjin, por që nga ana tjetër të rinj të cilët janë të detyruar të gjejnë një pozicion pune për të marrë atë eksperiencën parë, detyrohen të pranojnë këto lloj kushtesh. Një fakt interesant është se sipas Instat në periudhën tetor-dhjetor të vitit të kaluar, shkalla e pappunësisë për femrat ka rënë, ndërsa për meshkujt ka shënuar rritje. Dhe këtu kemi përfunduar me lajmet, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.